Operacionet e forcave të policisë në Shkodër vazhdojnë për lokalizimin dhe arrestimin e Barush Brekut, i njohur dhe si Bajram Breku, i cili ka arritur të shpëtojë 2 ditë më parë gjatë një kontrolli policor. Ngjarja ndodhi rreth orës 15:10 të 10 marsit në lagjen Guerrile, ku shërbimet e policisë i bën shenjë ndalimi një automjeti me 2 persona brenda për kryerjen e kontrolleve rutinë. Drejtuesi i automjetit Erviz Baba nuk ju bind urdhrit të policisë dhe shtoi shpejtësinë duke kryer manovra të rrezikshme. Pasagjeri Bajram Breku dyshohet se qëlloi një herë në ajër me armë zjarri dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes duke shmangur kapje nga efektivët. Policia arriti të arrestonte vetëm shoferin dhe një pasagjer të mbitur. Në vendin e ngjarjes u sekuestrua një gëzhoj dhe një pistolet. Megjithase, hetimet tregojnë se gëzhoja nuk korrespondon me armën e gjetur, duke shtuar dyshimin se Breku mund të ketë patur edhe një armë tjetër që e mori me vete gjatë arratisjes. Policia dyshon se ai nuk mund të ketë përdorur rrugicat dhe oborret e banesave në zonën Kiras për të fshehur, duke përfituar nga dyert e ndërmjetme dhe terreni komplikuar. Por kontrollin e zonës u përdor edhe droni, por banesa ku mendohej se ishte fshehur rezultoi bosh. Barush Breku është shpadur në kërkim që nga 9 shtatori 2025, një ditë pas vrasjes së 2 fish në Shkodër, duke u dyshuar se ai kishte siguruar armën e autorit Rakip Gila. Ai njihet si një nga anëtarët kryesor të grupit të lidhur me vrasjen për llogari të grupit Lici, duke e bërë personin e kërkuar me rrezikshmëri të lartë dhe prioritet për policinë. Autoritetet lokale kanë shtuar patrullimin dhe po përdorin çdo mjet të mundshëm, duke përfshirë mjetet ajrore dhe kontrolle të imta në oborre dhe rrugica për të ndalur dhe për të sjellë para drejtësisë një nga personat më të kërkuar në rajon.